Andaj, cëtën qastit e duhura kashi begatis, të cilat mundsojnë shfrytëzimin e begatis dhe mbajtjen e zemrës së zgjuar. E para të ndërlozër është se çdo mëngjes, gjithmonë, ti jesh i bindur çdo begati se Allahu të ka jep shumë më tepër se që ki mundësi ti me ditë sot ka dhënë Allahu te barekuhu teala. Wa in ta'uddu ni'mat Allahi la tuhsuha. Allahu thot nëse doni me numër begatit Allahut nuk keni mundësi me e pamundshme. Qysh e mund kjo zemrën gjallë çetë asyl praktikisht. Shikoni të ndëllazë. Qasja e njerëzve kashi begative në kuptim të sasisë nuk është e fokusuar te pjesa e mbushur e gotës, por është e fokusuar te pjesa e zbrastë e gotës. Njerëz shohin çka ju mungon, jo çka kanë. Momenti kur ti shet çka të mungon, jo çka ke, apo atëherë shet që e mundshme është me i numëru ato që të mungojnë. Pa është e mundshme me i numëru ato çka ke? E pamundshme është. Po shejtani e bardh vëmendjen jetë ato, nuk e kam kët, apo të mungesa. Momentin kur mangësia begative e dominon qasjen kashi begative, shtohet gjithmonë ankesa. Kur shtohet ankesa, mungon falënderimi dhe vlerësimi ndaj asaj që Allah ta ka dhënë. Prandaj s'ki mundësi me qenë i tillë që begatia qenë në adhurim, por ty begatia të qenë në ankim. E kjo qasje e kundërt. A është e qartë? Prandaj zemra e zgjuar qenë ka falënderimi. Zemra e përgjumur nuk e sheh gotën mirë, e përgjumur ose në gjumë, ishe mangësit. E kur ishe mangësit, nuk ka mundësi me falëndru. Problem me falëndru. Nuk e ka me falëndrej. Kjo është shumë elitare pastaj, kjo është shumë tjetër ders, kjo nuk ka për neve kjo ders. Ai që falëndron dhe kur s'ka, kjo tjetër ders kjo. Ama me falëndru kur ki, duhesh me kuptu se këta që po thëmë elhamdulillah është shumë pak, nga se nuk di sa begati kam, nuk e di.